pra për muajin e Shabanit edhe posa shërif për natën e Lejletul Berat, e cila është nata e 15 e muajit të Shabanit, dhe kjo vjen pra, kjo natë vjen ditën e hane me dytin 26 ose 14 Shaban 1447. Vëllezër, fjala Berat do të thotë çlirim, falje, pastrim nga mëkatet, shpëtim nga dënimi. Edhe disa domethënë tjera, po kjo. Kjo është nata në cilën besimtari shpreson të lirohet nga barra e mëkateve dhe që emri i tij të shkruhet mes atyre që Allahu i ka falur. Vlera e kësaj nate, i dërguari i Allahut ka thënë: Inna Allaha yattali'u ila halqihi fi al-layl nisfu min Sha'ban fa yaghfiru li jami'i halqi illa lil mushrikin aw mushahin. Vërtet Allahu në natën e gjysmës të Shabanit i shikon krijesat e tij dhe i fal të gjithë, përveç atij që bën shirk dhe atij që bën urrëtie në zemër. E transmeton i vetmançë. Pra shirkun larg o Zot, inshallah s'kem pjesë për saj, por besa në këtë dytën mund të pas, si më thon, urrëtia. Shumë ka urrëtie e madhe mes njerëzve sot. Bile edhe ta përmit ka që të urrëti. Akraba jon të urrëti. Ky ka, ky s'ka, po elhamdulillah që ka. Ky po e shkon mi këtij, po elhamdulillah që po shkoj. O Zot, dhe ti shkoj inshallah mua ma jetë. Pra skuqzon besimtari me lejuan zemrën e tij me hi urrëti ndaj kurkujt. Ai është besimtar, ai di se Allahu di çka ka në zemrat tona vëllazër. Urrëtia ka të madhe sot, zilit madhe ka, por Allahu inshallah na shëron prej kësaj smundi. Allahu është i gjithëmëshirshëm, por falja e tij pengohet nga shirku, pritet Zot kush bën shirk, edhe urrëtia, mlefi dhe armësia ndaj njerëzve. Kush ka këto, nuk ja fal. Allahu thot në Kur'an pra. Bismillah, në sura Ash-Shu'ara 88 ajet thot: Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Atit nuk do të bëjnë dobi as pasuria dhe as fëmijë përveç atij që vjen tek Allahu me zemër të pastër. Vllazër, le ta pyesni veten. A mbaj urrëtin ndaj dikujt? A kanë ndërprer lidhjen familjare? A i kanë bërë pajdrejsi dikujt? A i kanë bosh dikujt hallalin nga lyp? Besa, ka kështu rastisht. Zemra e mbushur me mëdhef është pengesë për falje. Pra nëse njeriu lutet Zotit, o Zot ma fal. E vllahun e tij, motrën e tij, po më vlla muslimane e urrënia dëshon të keqen. Besoni, nuk ka hajër aty. Ti efendi, ti haxhi, ti muderris. Nëse nuk ja dëshiron çdo pjesëtar të ummetit islam të mirën, funi këtë njerëzimit të mirën jo të keqen, nuk ka përparim, nuk ka hajër. Lypet mas parit me i pasu zemra tona, pra, me nis prej vetë. I dërguari Allahut ka thënë: Dhalika shahrun yaghfulu an-nas anhu bayna Rajabin wa Ramadan, wa huwa shahru turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'u amali wa ana sa'im. Ky është thot pejgamberi sa thon, ky është muaji mes Rajabit dhe Ramazanit, pra muaji Shaban, për cilin njerëzit janë të pakujdesshëm. Në të ngrihen veprat tek Zoti i botave, dhe unë dua që veprat e mia të ngrihen ndërsa jam argjërueshëm. E dini pejgamberi sa rëndësi ka dhënë muajit Shabanit. Më shumë ti përposën Ramazan ka çdo në këtë muaj. Me nënë jo dikush tash, që jo i shëndosh, ditë e shkurta. I kalon krejt muaji Rexhep se çdo ditë. I kalon krejt muaji Shaban nuk zhen çdo ditë. Nuk pin tableta, nuk oj smuz, si më thon, ditë e shkurt. Veç për demeliet, veç për asaj që jo, smudi smudi me la duhanina, smudi me la ujna, që po di vetë, vlazën ke me la tona. Ke me tha, te kisha digjuar, hoxhen kur e thote, te kisha një ditë. Wallahi, kur të shoj njeriu sa vleh ka një ditë as për hatat Zotit. Wallahi, ka me thonë, zilë, do shë atë kisha një doj ditë. Vlazën, mos e leni mu kaluo, pregaditu për Ramazan, se nuk për pa u pregadit. Shabani është pregaditje për Ramazan, a i se hynë ish kujdesur, Ramazanin e ka të vështirë, nuk o pregadit ka me pashti Ramazan. A i se hynë i pënduar, Ramazanin e ka si musafir të mëshirës. Shka me bo këtë në vlasën që do zi, që është paranisë? Sa ma shumë namaz, pra të honën, sa ma shumë namazë, dua, istikfar, pëndim i sinqert, pajtim me njerëzit, lezim Kuranit. Qofse dikush është me dikon
i udhënuam duhet më përmirësua. Nuk mund të për Allah nëse si gjene me kalua për ky nga treset me vllat vet, me dikot afër, me dikot lart, me musliman, më shumë se 3 ditë. Domethënë lypet herë me ta më përmirësua, atë me lyp për Allah xhaleshanu. Allahu thot: Bismillah, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun. Pendohuni të gjithë tek Allahu besimtar që të shpëtoni. Sura Nur 30 ajet. Dhe Allahu xhaleshanu vllazën na ka dhënë mundësi. Në surën Zumar na thot: Bismillah, kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Thuaj o robët e mi, se keni ngarkuar veten me mëkate, mos u dëshpëroni nga mëshira e Allahut. Allahu i fal gjitha mëkatet. Pra Allahu xhaleshanu i fal mëkatet, po çka do ai? Ai don sinqeritet. Kur ti bjen tobe diçka mos më kthy më. Don me i pastrua zemrat tona. Se nëse zemër tonë ka urrëtie, besimi sa rregull. Ai besim nuk mund me të bëjë me azrua. Ai iman nuk mund me të bëjë me fal. Ai iman s'mund me të bëjë sa i dop sikur akumulatori kur dobësohet në dimën e ke kërrin më të mirë, siç e kemi në Islamin, po nëse i do veç kasap nuk dhezet. Nuk mund me dhezë, nuk mund me shtyr muslimanin azhro bëj këto se i ka shtira. Për ata e lutim Allahun xhaleshanu mas parit me ato me sinqert. Inshallah Allahu xhaleshanu të përfundojmë me dua. Allahumma dimoni inshallah. Allahumma ya Ghafur ya Rahim. O Allah, o falsiman, o mëshirëplot. Ne bakët natën pra që është para nesh, natë falje, e jo natë shkujdesi. Na i falë me katin e dukshme dhe të fshehta. Na i pastro zemrat nga urrëtia, zilia dhe mdhefi. Na pajto mes vetes dhe na i forco lidhje familjare të cilat janë dobësuar. Na mundëso të arrijmë Ramazanin me iman, shëndet dhe sinqeritet. Na shkruaj mes ta falurve që ja ke falja dhe jo në mes të humburve që kanë humbur rrugën. Amin ya rabbal alamin. Zotin adimof neve këtë redi prej mashikut në magritin inshallah.